Jemi në një nga studiot më të bukura që ekziston në Prishtinë dhe do takojmë një super mega artist që mezi pres të bëj një bashkëbisedim intelekto cool me të, edhe futemi brenda, këtu kemi këto dy makinat meravilioze, futemi brenda, do shikojmë tërë studion, do bëjmë një tur të gjithë gjës, hajde. Policia duart lartë. Ja, të lidhëm direkt. Mirë se jetë. Ne kështu nuk kemi takuar kur, po tani është momenti jonë që të shpejnë dashuri. Ne ishim bashkë, po kështu e filluam intervistën. Kjo është ajo furja, kur e befasojnë atë tipin, ai kishte s'po na kamermani mrena. Duhet ta fillojmë çik kështu se s'kemi çfarë më bë. I like it. Kështu përshëndetje. Përshëndetje. Shumë faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Na faleminderit juve që keni marrë rrugën prej Tiranës me ardhur deri në Prishtinë të natë të pintat. Në këtë studio fantastike, do na tregosh çik për fantastike dhe shumë të hallakamizuar, vali. Po, unë dashuroj se prandaj është shumë artistike në sytë e mi, se Krisha ishte kështu i shqetësuar se tha është rrëmuje, këtë andej thash unë e dashuroj që është rrëmuje, e kupton? Është rrëmuje. E dashuroj. Do na tregosh çik, nuk e di ku do ta fillosh ti na japësh ndonjë tur çik të kësaj studioje. Po atëherë do fillojmë si nga gjapo shkojnë nga funi, nga fillimi. Si të duash, e fillojmë mbrapsht o ti? E shkojnë mbrapsht. Hajde, fillojmë mbrapsht. Hajde, come on guys. Këtë janë, do të thonë kjo është vendi ku kind of like chill edhe open office. Okay. Shembull, dikush punon një punë atje, dikush këtu, dikush këtu. Për shkak se është pak ambient më i gjon, këto e ka bë. Këtë e dashuroj. Këto e ka bë një amazing dude që është domethënë njëri që ka bërë dhe logon e pintit. Okay. Për neve është shumë e rëndësishme, nëse domethënë Tiki e ka bërë këto, e ka bërë për videoklipin Fladi Verës. E ka pikturuar me dorë? E ka bërë me spray, është graffiti artist. Okay. Yes, so na i kena dy shok, Tikin e Takin, në fakt e ka edhe Pamunin shok, Guben është një prej gjeneratës tonë. Okay. Që janë konë grafiterat e gjenerata e dytë e grafiterat në Prishtinë. Ata më të vërtetit, the realest ones. Like, yeah. Ata kanë marrë pjesë në për shumë festivale edhe unë i vlerësoj shumë tjetër grafiti është pjesë shumë e rëndësishme e kulturës hip-hop, so kur e kena bërë për klip, e kena shkëput prej setit ku i na konë të gjiru klipin. Edhe tani e kena vendosë këto për shkak të e simbolizën universin me sistemin diellor, ka shumë ngjyra të bukura, ka. Çfarë është universi për ty Krisha? Universi është gjithçka që përkufizohet në hapësirë. Po për mbi universin është Zoti, se unë jam besimtari besoj Zotit. Zotit që ekzistojnë mas pari edhe që na ka përzgjedhur neve me pas intelekt. S'ka më të mjellon intelekt majmunave. Në spiritualitet e kisha edhe unë, në fakt. E ti e kuptova shumë mirë. Edhe realisht, krijimi i Universitetit e Prishtinës. Krijimin e universitetit kur e ka kriju Zoti Allahu, alhamdulillah. E ka bërë në mënyrën më perfekte të mundshme edhe cila shpjegohet realisht edhe me shkencë. Është e njëjta siç shpjegohet në Kur'an. Ashtu shpjegon shkenca ku është mbledh një njësi atomike deri në presionin maksimal edhe nga një tym i krijuar, tani është bërë Big Bangu edhe është kriju gjithësia. Mendon që kaq perfekt, ecim dhe këtë ndërkohë? Patjetër. Let's go guys. Mendon që kaq perfekt sa është universi janë edhe ndodhit e jetës tënde? No, s'ma merr mendja, po I'm happy. I mean, gjithmonë ka vend për përmirësime, këto je mrena në vibe. Këtu futesh në vibe dhe nuk del, domethënë nëse ti futesh tu do e kesh atë energji të rritën tënde brenda teje. Unë erdha këtu një herë, sinqerisht po e them, nuk e them për kamerën. Dhe thjesht më dha një dritë të brendshme që vazhdova ta kem për shumë kohë edhe do vi këtu të inspirohem. Më shpesh herë në muaj më duhet të vi këtu. Ta ndjej vibe-in edhe pastaj ti të bëj punët e mia. E vlerësoj shumë ky komplet tash ja huaj kreta dhe kompliment. Ky kompliment për mua është përgjithësi më shumë se sa kompliment për shkak se na jap një këmbon që do të edhe më shumë me punu kur ti na komplimenton që ka vibe të mirë kjo ambiance kur na punojmë.
Realisht të duket kështu sikur ke nevojë ta mbash gjithmonë kështu upkeep sa herë vi. Yeah, exactly. E kuptoj. Exactly, edhe që më pëlqej, edhe kur e thash. Gjithsesi është vibe autentik, a kupton nëse edhe ti e zëm mund t'jesh super sad një ditë edhe unë vi këtu prap thjesht e vlerësoj atë the authentic vibe. Yeah, unë edhe kur jam super sad, I'm good to get along with. Edhe çka edhe ku do më ndërlidh këto është që kur dikush të njihet mirë në mikpritjen tonë, mendoj që ajo është çelësi I lumturisë për çdo njeri. Edhe I like the fact që e ki podcastin shumë original, që ajo ka arsyeja kryesore që mas sa kohë që si më kona dhe më pranit në media, më janë këto like, no, lovely, faleminderit juve edhe që artë me bo që më thonë një podcast pa te klif, I thonë në Kosovë, like pa dorza. Real shit only. Në Zero Fucks Given e ka emri, tash qa mund të bëjmë ndryshe. Do na thushi qik qa bëhet tu bre mos ta them më gjithën. Rëmuj, e dashuroj rëmujën, e kam thënë. Edhe rëmuja të dashuron ty. Këtu zakonisht punojmë, do më thonë, kjo është, që më thonë, dhoma e magjisë të mjeshtrit kë. Okej. Po, gjithsesi punojnë edhe djemë të tjerë këtojnë, shkruajmë, nxjerrëm instrumentale, punojna, I inqizojmë, ajo është pjesa e bufit atje ku e japim vokalin. A është vetëm studio jote, apo e ke bashkë me... është studio e Pintit. Do më thonë, Pint është... Thuaja, për ata që nuk e din. Pint është për natin njëri tjetrit. Se në shqiptarët me ne që I natis s'na kalon me përparu, edhe ne kemi jamnin për I natit njëri tjetrit për si shaj vedisimi për me dash njëri tjetrin edhe me punu bashkë me njëri tjetrin, për shkak se na jena si record label, nuk jemi record label me pronar, po jemi me bashkë pronar të bazune për aksionet cilat realisht janë aksione të stil freelancerësh. Do me thonë, me neve punojnë edhe shumë njerëz tjerë që nuk janë pjesë e Pintit, që do me thonë pjesë përbomse ose pjesë themeluese, por gjithmonë janë njerëz që e mbështesin edhe punojnë në mënyrë freelancer. Për shembull, punojnë me shumë njerëz që bojnë video, me njerëz që bojnë, do me thonë, si që tash më herët, për shembull, TikTok I kanë bërë grafiti për neve. Kanë punu like për coverat albumeve të una, Graniti është një amazing guy, është një arkitekt I cili ne ka bu shumicën e covereve të albumeve. Graniti është Arkitekt, që bë coverin e albumit tuaj. Nuk e bën për tjetër kënd. Like literally, ka refuzu shumë sanën për shkak se ai merret me... Mirë që ka artist në shpirt, Graniti. Super artist. Ai realisht, kur e qesëm albumin, ai e merr përsipër, kur e shtypëm CD-n, ai është përgjegjësi për shtypjen e CD-s, edhe bën shumë presion, sepse, si që dim, CD-ja ka ra, do me thonë, disë që kanë rrë si biznes, por na e bojmë me shkep gratis. Për pasionin tuaj. Ke pasur bashkëpunime që I ke bërë për qoka? Qok që I bie për shumë për... Për hatër, like, type of... Po, paka shumë për hatër, që I ke bo se ke thënë, hajtë mëse duhet ta bëj këtë, dhe nuk është se e ke ndjerë që ta bësh një bashkëpunim të tillë. Ke pasur shumë të tilla? Mbases, po du me thonë shumë, po. Nëse janë ma shumë se 5, janë. Nashta janë ma shumë se 10. A I ke bërë gjithsesi me pasion, sepse unë e shoh për shembull edhe Kresha kur vë këto muzikët e tij që na I tregon ne dhe do tërkohem vetëm të tregoj muzikën e tij se e kam me pasion shumë të madh dhe po e diskutonim çfarë që ka kaq shumë vite dhe prap pasioni nuk I vdes edhe desha të pyes po për shembull me këta që I ke bërë këto lloj bashkëpunimesh, a I ke bërë prap me pasion, mendon që e gjen te vetja apo te tjetri? Jo, realisht e gjejtë I përshtat në, që me thonë, I përshtat në natyrës se çka po kërkohet. Edhe pse nëse muj me folë kështu, like, me qenë se Zero Fucks Given muhabet. Mos e rruj fare. Jo, s'perruj, do e losi bush. Unë për vete, tham like, nëse po vjen më thirr mu, me bo një kong bashkë me mu. Like, ku është ideja jote që më qetë pi natyrës teme, kur më thret me boj kong. Like, fakti që ti vjen me më thirë mu me boj një kong, ti do të me marrë një natyrë teme për me më thirë mu në kong, se ndem globalisht që shtu bojnë bashkëpunime. Po, normal. Like, në stile dhe nërshme, ti thu, like, I like this rapper. Më pëlqen stili këtij, po. Exactly, për shembull nëse du me bojnë një sen që është, like,
hip-hop tripin që e ka, kryesisht për shembull e preferoj veganin, ledrin, atë që janë pak ma hip-hopski kështu për shembull. Po më dhunë në festimi. Nëse dojna me bo për shembull në sen like kind of like West Side type of kam qef me konë singulari. Po, okay. Për shembull, like, po flas për shokëve që kështu. Nëse du më bo diçka like që është ma southern, I would like Buddha to be on it. Okay. Like it's a thing. Normale, është edhe si ndihesh. Yeah, që mora si shembull, nëse du diçka me pas një CV mrena të mosht, një pasoni mrena ato, I call my guy besnikun 2x2, I love the guy edhe është, ja du dashnin që e ka për lojën. Edhe qaj është baba jam, është pronari. U kape matë. Happy birthday Kruju, happy birthday Kruju, happy birthday shumë mistefe, happy birthday Kruju. Shumë urine për ty, shumë urine për ty. Shumë urine, përshëndetje, po me përqafim edhe unë. Qafë më resi kom. Si kam, se kam gjuar më je bësi vlla, vetëm kam mua vetën që bën. Po na s'kena përkon që me fol, na vesh për njëri tjetër edhe për natë tjetër. Për natë njëri tjetër. Që tsal, like, kem të kallëzu që të evidere, në kom ditë që jetë, se tani vajtë që është erën e dashurisë. Po gënjem, është të rrejt. Kënë kënë. Po i e zëtni, cak masë, ti njëri, bile maj fort e Qës? Kjo ma mirë tekstet se na. Po normal. Po normal. E kom ble ato syzat. Të ta vë ty mikrofon. S'ka më mua vital. Se la e kella problem, qatë shumë të nëzirë kongë, për i harrojnë atë tekstet, po thot i ku marë syzat që më i me pa tekstin. Like, these are the issues. Kështu të... Probleme se kur ka vullum. Po, normal. Edhe na e kena bo tash do vjetë, nuk kena shumë 3. Birë, almanak. Ja këna qiro. Jo koleksion, almanak. Shumë keni pa fund. Unë ju me kry. Po, patjetër, nëse Rasi dhe privilegji që ta kaluam do momente ku do ti. Privilegji Nëse Qofse ke naj dallavere për Daja me të treku mund mbaja. të shpresh. Okay, ja. Qa me thonë? Naj dallavere po patë në ndjesi kështu që do ta thuash, mund të shpresh. Po, ne jem këndërem si kreshës, dem si kreshës. Kjo është Ian Pint. Edhe by the way, a je milanist, a je interest, a je ventis, jo të Shqipnis, seri e hami kështu. Unë nuk fare, s'kam lidhje unë me këto muhabete. Oj, zonë. Bo. Se ja themër. Festimi është rësëner. Amo Ronaldo me 2 nonsha Ti ma ke ble. ju knëv. Ata e kam aty, ato e kom vesh një 2 herë, kështu vish sa për më thonë. Jo, ato me vesh non stop, mos të tani. Mos me la ato, ajo du të me konë që aty. Ja, kur ja. Me ram sigur ato, atë na tje legin që ma ka pru ato loto. A? Me shtin ram kur dal atje. Ja, se unë që kom të Liverpoolit Gjerdonin, që ma... Te e gi me ketë në shkrimet ose kam asja. Ja, Champions League se kanë fitu Liverpoolit. Hajde bëjmë një kështu tjetër rotondo, me që Rotondo, ha? me që na ndërprek kjo pjesë. Okej, kush është? Okej, Kush është gay? Kush është gay? Kush është gay? Kush gay vlla? Shiko, bëm një pauzë të vogël se na duhet të arredonim gjithë vendin se Kresha është me fiksime. Zoti detajist edhe... Zotri detajist edhe fjalia ishte, nëse unë nuk do isha kaq detajist, nuk do isha ky që jam, kështu që... Ja, edhe nuk është mirë që jam kaq shumë detajist. Besom që nuk nina krenora. Po pse më duket kështu sikur ke shumë gjëra që do duhet i rregullohet e vetja? Ja, unë jam i kënaqur me jetën, jam i lumtur me jetë, që më ofron jeta, po jam gjithmonë sfidant ndaj vetës, dhe me thonë, jam vetë sfidus, kam qef me e shty vetën deri në limitet të skajshme të qoftë artit, qoftë perfekcionizmit, plus ju qikat keni qef shumë, jam virgjeresh në horoskop. Po bën sens, bën sens. Unë sot që i besoj shumë horoskop. Nejse, menoj që adin i përtaktën si kur tipat e makinave, adin Alfa Romeo 180, Mercedes 220, po s'menoj ma dip rreth horoskopit. A ju famna qas po menoj që t'la? Nëse unë absolutisht që e besoj, po për shaka e thash më shumë, po që it makes sense. It does make a lot of sense. Po për hatër edhe se me shku muhabeti kështu, dhe më thonë, ta që kumë kuptu kështu, me qika të sajrë të rikë kështu, me ikon për kolegëve kështu, ha, që e në horoskop? Një virgjëresh i vërtet. Ja, ama e gjokësës.
këtë pjesën e kritikës a mendon se e ke like childhood wound, pra ndonjë gjë që në mënyra si e rritur, apo thjesht e shtym veten ka stile për ta rritur më shumë tërkohën? Me thënë e bën me koshiencë apo është diçka subkonsciente që ndodh? No, është subkonscient, I guess. Nuk e bëj me qëllim. Nuk i ke bërë ndonjëherë analizë? Mendoj, nuk nalla shumë me analizu vetën. Është ajo shprehja mos mu kajt për qumshtin e derdhur. Okej. Dhe unë kalume në shoh si retrovizorin kur e shoh në një ride. Okej. Sa për mos me hup fillin edhe çka ki mrapa, çka ke lënë mrapa. Zakonisht koncentrohem, përqendrohem më shumë në gjamin gjamin para që është po Present apo future? No, future. Okay. But I always like move on the present towards the future. Okay. Me vetdije edhe kur nuk kam high expectations, kur nuk kam pritshmëri të larta, por punoj për pritshmëri të larta. Okay. Prandaj jam self-critic. Prandaj gjithmonë shoh që ka vend për përmirësime. Edhe më ndihmon shumë për me ma ul egon. Okay. Për shkak se pse mendon se ke një ego? Këtë artistat kanë ego. Këtë njerëz kanë ego. Jashtë lindjen e vetë. Absolutisht, po mendon se ke shumë të theksuar. No, s'mendoj, po gjithsesi i rri gati mos me më shku mendja hiç. Other than that, mendoj që krejt artistat veçanti kanë ego. Për shkak se është ajo përparësia që kur ti me bë diçka që është pak më ndryshe ose pak më e veçantë. Çfarë janë gjëra për shembull që ti e di me veten tënde që ke pak je shumë bit kaki, pak krenar për ato gjërat? Që mund të jenë. Që flas gjuhën më të vjetër në Europë, e cila është më së vonë e shkruar. Okej. Ajo më bën shumë krenar. Edhe prandaj e bëj me shumë pasion rapin në gjuhë shqipe. Edhe përdorim elementet gjuhës anglo-amerikane, slengut tyre për me e dhonë një diferencimin një ngjyrë të tërheqjes të audiencës mazhorante, të më thonë, për me na kushtu vëmendje gjuhës tonë, sepse unë mendoj që gjuha shqipe ka një begati, një bekim si gjuhë, se i ka dy dialekte që nëse bën dialog një që sukon kur në veri me një që sukon kur një vynë për këthys. Po, pa tjetër. Edhe mu më pëlqen ajo. Unë ka momente që jemi bashkë, jam shumë a thua edhe njerë të lutë. Po, ti e të Pelense? Po, mami, po. Ja, okej. So, unë jam Mitrovica li. Para me ndonë Mitrovica dhe Tepelena, muj me shoh? Po, jepi. Kanë të përbashkët Mitrovica, Tepelena, një qarë që t'i qipsha mit në tavan. Okej. Po, më duket se diskutuam herë në kaluar, po e mbajmë. Është cool, dhe me thonë Tepelena është... Unë se kisha gjuar në herë këtë me thënë drejtë. Tepelena shumë south, shumë jug, Mitrovica shumë veri. Po, se Tepelenës, me që kam gjuar unë i thonë edhe qik ma lok të jugut, me thënë drejtën, këshu e ka i qik nickname-in. Që ta më pëlqejnë, nështë. Okej, ajo do jetë së ndryshë. Me siguri, edhe Vjosa kalon ka Tepelena, të na kalon Ibri në Mitrovicë. Okej. Kresha që ta dini ju, do me thënë nëse fillon t'i flasësh, të hapësh një temë historie, ore çdo lloj teme. Mua më duket sikur ti ke informacion për çdo lloj teme dhe ke informacion kështu të thellë, nuk është se thjesht di disa informacione që i mbledh për diçka. Është kështu me vite, me gjëra, me çdo gjë. Dhe unë, po mira, i wish të thuash ti se është kjo pjesa e modestisë dhe humbling që të bësh. No, qaq shumë ka dije në botë që... Absolutisht. Po kam qef, jam kështu, jam hot, jam interesum. është i fiksuar. A dhe ngur kanë shku me ble ata, është një Bartolet, Gjipolis kanë shku me ble papagall. Edhe i shqit si ka pos vishnjo, dhe tani ka thonë, se polit se kuptojnë. Ka shqit njënit një papagall, tjetërit një hut.
Se si ka pas një buf. Okay. So, na I thëjmë hut. Okay. Hu, you know? That's why. Na verijo e thëjmë hut. Shumë hut. Po edhe ti ke tu në Amerikë, they call it a hooter. Okay. Jeni në Amerikë, they call it a hooter. Po, nuk e bëra lidhjen që ishte edhe në Wala, për shkak të çfarë do bën. Po na ujkë të thëjmë ujkë se ulëron. So, edhe long story short, njëri ti bjen huti, tjetri ti bjen papagalli. Mas një muj takon ata kolegë thot apo të flet papagalli, thot po ja ka nis, po më imiton 2-3 fjalë so nice. I thot joti, jam nuk po fol, po shumë i interesuar po duket. Se I thot se është bufi ka sy të hap duket se më kanë interesuar, so like edhe unë jam hota, jam i interesuar. Tërkohën për çdo gjë, po. Ja, kam qef. Dhe ke një gjë, më falë se unë po flas për ty, po ke një gjë të mirë që e kam parë te ty që nuk e humb kur fillin e gjërave, se ndonjëherë mendon që kur di shumë informacion ndoshta të bëhen lëmsh ose diçka, po je gjithmonë e mban atë linjën tënde deri në fund. O mban lëmsh edhe mua. Nuk e di, të paktën deri tani ke qenë në rregull, të shohim në vazhdim. Pas podcasti pastaj nuk e di ç'bëhet. Do flasim pak për rutinën tënde, se jam shumë kurioze të di se çfarë bën. Unë e di që ti nuk ke një rutinë, se njëherë je në Vegas, njëherë je në Vegas quote unquote, po everywhere. I get that. Po mirë se ndoshta ka njerëz që nuk na kuptojnë kresha, se ne kuptojmë kështu, merremi vesh. Do we give a fuck about it? Po thash gjyna, më burr. Po zero fucks given. Marrim vesh edhe ata gjyna. Okej. So ndoshta nëse na thua pak për rutinën tënde, like how it is që ti je një great artist, edhe çfarë bën tër ditën, koncertet, gjërat, like si funksionon gjithë gjëja? Momentalisht e kam një rutinë shumë të çakordume për shkak se jam të punu për një projekt që e kam shumë për zemër edhe është, më thonë, një type of qërshim bitort. Okay. Të paktën për prizmin tam se shohun. Por në kohë kur nuk kam obligime artistike, preferoj mu që herët. Okej. Qa është herët? 5 mëngjes. Okej. Me kry, zakonisht 5 gjys, me kry ritualet e mia, obligimet e mia fetare. Me hangër mëngjes, unë ha mëngjes shumë herët. Vë ka sjell suxhuk me vetë. Yeah, homemade. Homemade. Made in baba. Festimit des. Festimit ja ka sjell ma herët se mu. Okej. Festimit ja ka sjell para 2 ditësh. Jo, mos e fut kohë. Pasha zoti, po po. mirë se kishte diklindje ai. No, babi jam me festimin janë ma shok se me mu. Ma shpesh flasin dhe takohet babi jam me festimin se me mu. That's insane. Yeah, but festimit loves Dr. Mustaqian, so they friends. Dr. Mustaqian, po. Qashtu e thrasëm, kështu, edhe janë shumë. Po mirë, shumë mirë. Shoh mes vetes. Do me thënë ndjen si vlla, mendoj, se kur bëhen këto lloj lidhjesh, po do. Ja, festimin e kam vllai për jetë. Sky is the limit, kyri për pjetë. A është pjesë e rutinës festimi që ndoshta e takon ditë për ditë, apo? Recently, no. Okej. Se ka qenë në Amerikë dhe është festimi ka hapë një biznes. Ka bo vajnë e ullirit të ti edhe i ka disa lloje të kombinimeve me vajnë e ullinit, si që është me vaj ullini me tartof, me me thonë type of shijet ndryshme edhe i eksporton në Amerikë. Okej. Prandaj ka lidhje me andej që ka shkuar, apo ka ikur për koncerte? Jo, na ishëm për koncerte, pastaj festimi vendosim me Nights edhe i ka nusën e ka prej Chicagos edhe ka edhe shtëpia të festimit, so. Okej. Kanë shku me të NJY. Sa ndojtë në Amerikë, tani që isha? 5-6 ditë. A ke shpesh kështu udhëtime që ndoshta mund të futen në pjesë të rutinës tënde afat gjatë? Po, kam udhëtime. Për shembull, po e tregoj një rast. Mrena 15 ditësh i kom pas 19 fluturime, 4 kanë qenë euroatlantike. What? Ashtu.
Po si përballon? Do me thënë, se më duket lodhje shumë e madhe, pavarësisht se ndoshta njerëzve u duket shumë easy për ta bërë këtë punë. Po, kur e mendoj si përballon një minator në horizontin e 10.000 metra nër tokë për një rrugë që është shumë më e vogël se rruga që dhe unë do të thonë leksion i arkëtoj. Edhe kur shkon të shtëpia përqafon familjen edhe çon do të thonë të mira materialet në shtëpi. Mendoj që unë jam në pambuk. Po, absolutisht. So, nëse marrëm që të krasë, punë të lehtë nuk ka. Edhe ai që punon në zyrë nuk është punë e lehtë, edhe taksiste që se me qenë trafik është punë e lehtë. Po, gjithsesi nuk kam qef me u anku për diçka që ke zgjedhur ta bësh. Edhe jam lut me mujt me to make it. Se të unë nuk kanë qashtu puna. A e shijon? Gjithë këtë, do me thëmë pavarësisht se ndoshta është lodhja, atë shijon? Yeah. Sometimes, a lot. Sometimes. Po e shijoj, mas shumë të e shijoj kur audienca e vlerëson. Që më thonë, s'du koncert nëse turë mas të flet, nëse s'mi këthem fjallë si me lu basket. Okej. So, atë është jë shumë. Se ka njerë shkon shambull me naj parti ku audienca nështë është shumë... S'ka fare reagime, gjëra. Nuk do me thonë që nuk po ju pëlqen ose nuk të dëgjojnë, po thjesht kanë një tjetër mindset për jetën e natës edhe është e dukur si aldi e. Si e përjeton? Për shumë fare? No, këthina ka festimi edhe bërna njëri o tjetër e rap. No, we do that. Më në festimi shpesh vi bërna rap njëri tjetër. Okej. Të më thonë, ka ndodhë njërë në koncert Kursare. I was like, qatë shumë kanë qenë publiku, kaki, you know, like. Të netë shumë e porë. Oh, yeah, absolutisht dhe më thonë, as një wow, asisht. I was like, rib, më këthy kështë të kumë këshire. Dhe më thonë, me festimin, vish me një shikim, ja po më signali. Edhe kena bo rap për njëri tjetërin. Edhe kena kërku DJ-t me shu kongë që kena qef na me kënu. Efit, we do it for us. Po qa bë me audienca vazhdojnë të ishte në tripin e vetë, mori vesh? Për shambull, gota të shindal me pa djem të shindal me pa goca, si interesoj kja kush është ka kënan. So, adhe në ndodhë, e kena një të mirë që jena shumë të sinqertë dhe të vedishëm me rrethonat ku ndodhemi edhe nuk kena në farshqetësimi për këtë punë, nuk na shgënjen. Ka njerë ka ndodhë që na shku në koncert e kena pas 100 veta. Edhe kena kru njëjtë si me konë. Ka njerë ka ndodhë që shpesh, si të mos, e kanë mësu një fore tash këta fore, një sistem, një jush, së shako, fora nuk është që na i thejmë edhe shako, si fore e përdorëm në për shumë dimenzione. Do me thonë, e kanë mësu një stil, një loj që kur nuk bëhet shumë njerëz, kur ata mendojnë që do fitojnë shumë ta anullojnë në momentin e funit koncertin edhe ta një dalin. Pasha zotë. Thjesht tonë mos hajde? Exactly. Këthejnë në rrugë, ti del keq para publikut tënë dhe publiku jot irritohet me ty, tani ty të vjen keq. Që pse i let down? I let down, s'më në shas mi u thonë, po ama ata njerëzit që e bojnë ato, menoj që... A nuk është pak disrespectful? është shumë disrespectful, Allah. Po du me thonë që qështu ndodhë, e neve s'na ka shgeny edhe një, që me thonë, një niveli kaq i pa, që me thonë, i pa dignitet shumë, i pa denjë ndaj neve, s'ka mujtë me na shgeny. Po, i keni marrë parasysh edhe gjërat që ndodhin, se normalisht do ketë edhe të mirat edhe të këqijat e veta, çdo gjë. Po për shembull, ma mirë është me thonë, like, guys, hadeni, ja u dho gjysën e parë, s'kam njerëz, se sa me na qitë keq para publiku tonë. Po, normal. Se publiku jonë na shojnë neve nonën në për mesazhe. Po, normal. Jo atyne. So, in that manner. Po, gjithsesi, për neve, është qëllimi i parë është me arkëtu njerëzit që kanë ardhur, prandaj edhe bojna rap live. Prandaj edhe
është interesant me na ngu se bojna gabime ka njëherë, habitëm tekstin, harojna tekstin, you know, like, it's so natural. Mendon se ka shumë njerëz në Shqipëri me talentin që ju keni? Po si jo. Mos me pas njerëzim që kanë talentin edhe nashta edhe më të masë të tonës. Talentin artistik flasë, ndoshta mund të ketë që janë më komercial, a kupton? Jo, komercial janë krejt. Okej. Që ka del në treg është komercial. Okej. Unë spajtojna me ato underground, commercial edhe në stilit. Të më shpëton një ma i zëmt edhe ma i hareshëm, është tjetër mua bet. Po, me këtë bo, Gaucho! Ongoing jena, po qash të vjen ti në punë, qa me bona? Kamera shkon! Po shkon! Hello, si kam që bërë? Kamera, po shkon! Shoku tjetër joni. Do të prezentohesh? Kjo është ai K-Masteri që folëm më herët. Yeah. K-Master in the house. Yeah, Freestyle e kemi freestyle. Zero fucks given e ka emnin podcasti i Renes. Yeah, we zero fuck. Zero gives fucks, më t'jam, bilë. Tu të studio këshës janë të gjithë këshu super të lirshëm me dashuroj se mungon shumë në Shqipëri. It's a freelancing Po. entertainment business, ma shumë familje. Na kërë këna fillu si shoqënie na mbledh dhe bashkë dhe emni kërë kena lonë bile të bajgare o nufri me leve, like, se këna pas një trip. Jena nervos, prenoti njëri tjetrit. Like, edhe se, you know, si DJ që bojnë kështu, like, edhe në the shouts, so, like, këna pas trip. Pare lëmi qëzime, jena nervos, prenoti njëri tjetrit. E dashuroj. And like, we just like, edhe ato, si që këto gjinglat e DJ-ve në për mixtapes, që ta prishin dispolimin kur në të gjëllin një mix. Po. Some used to do that, edhe kur ishëm makina dhe ishëm një instrumental të mirë. And then, so, shoku jam Bailey B, që është një prej njerëzve që ka nejtë shumë gati gjatë fillimeve të mija, kur i kom pas 14 vjeç, 15 vjeç, shoku jam që kom fillu me bo muzikë me to. Ai nuk bën më muzikë, edhe është njëri parë që e admiroj për vetëdijsimin edhe të më thonë, like, you got talent, I don't have the talent. I have the love for hip-hop, you have the material. Ti e ki brumin. Po prap të ndihmoj, so... Yeah, and he named, ideja ka ardhur prej tij, se na, kur bëj shumë rap, unë Kasperi, Daçi, shokët e mi prej Mitrovicës që këna bo rap, like, këna bo mixtapes, we used to hustle and shit. Okay. Edhe se cili që bëj kë rap, hike me bo një vers, të ishëm, ku me bo prej noti tonë, ku me bo ma mirë. Edhe kapëshit shumë, yeah, like fun, edhe me bajgare, e beli, tha, po se e kena qilë këtë prej noti një tjetrit. Edhe, like, mu ka me të kërë kryo, dhe në stop me festimin, në lufrin, me K-Master, me K-DM, like, gjithë mërë e kena për të, like, prej noti një tjetrit. E dashuroj. Yeah, e tani, Toki e ka bo, like, Pintin Specin, like, edhe that's how it became. Speci është ideja që... Po mas Shqiponjes dy krenare, mas shumë ti me speca identifikohemi në shqiptarët. Speca me vo, speca me vaj, speca... është ideja tradicionale, nuk është ideja që jeni pikant. Po tashtë... Apo të dyja? Po... Besoj që tani ngjyra, përcaktimi i ngjyrave... Okej, ndoshta është edhe ngjyra, po mirë të kuq, po, okej. Po, speci kuq e jap, domethënë, far personifikimi pikant. Një qik spice. Yeah, na jena specat. Unë për shembull, para se të takoja, se normalisht i mund të shofësh dikën nga media, po prap nuk e kupton dot kur se si është, duhet të takosh patjetër një person, paktën unë e shoh ashtu. Edhe ishte ajo periudha që desha të shkruaja kështu të bëra dhe follow. Dhe doli ajo video ku ti ishe në koncert që po këndoje dhe ishte se si edhe erdha këtu, it was so funny to me, as nuk e kam, it was just funny, e kupton? As nuk e kam parë fare me një sy kështu kritik. Dhe erdha këtu, po shumë njerëz më duket sikur e pan të tillë, dhe erdha këtu dhe thjesht pash vibe-in që Kresha ka, and he's just feeling his songs, a kupton? Thjesht futet në vibe-in e tij. Me qenë se nuk e kom sqaru kërkon, e kom sqaru veç 2 herë në koncert. Të bëj, me qenë se
jena një podcast që ati stili, dhe të din, këtë ata që menojnë, like, that they can kind of like bully me and shit, like, I don't give a fuck, bro. Like, they ain't doing shit to me, and then, ajo konë një ndjenjë, se në atë kongë që kënojmë është konga, ko am një ndihme ndjenja. Okej. Edhe, në atë kongë ja kom dediku nonës tëmë. Okej. Edhe mas më ka vdek tezja ja me hana, jëm prek shumë se tezja hana është më e madhja. Okej. Edhe për mu konë nonë e dytë. Edhe, më thonë sarë nga atë kongë, më bënë 5 vjeç, 7 vjeç, e përjetoj edhe njëherë kitë fëminin teme. E shoh një film me fotografi, nëse muj me thonë në dhomë të zhvillimit të filmit të një shiriti fotografik. Edhe, like, përjetoj shumë emocione kër e kaloj ato, për shkak se unë kam shumë memori fotografike. Edhe e shoh kitë fëminin teme, për nëndaj thëmë, mos për më bënë hana dritë. Në tekst, tani për thëmë, hana dritë s'kom shpresë afër ditë. So, nona jam të zja shpresë, të zja afër ditën, 4 motra që në rritje time, unë i kam edhe 5 tezë tjera që janë prej babës motrat nonës teme, edhe dajën, edhe janë amazing people, edhe unë e dejsa i kom bo 10 vjetë, nuk e kom ditë që në nënzoj, në mshire pas zotë, shpishtë në saj, kon njëri shumë i mirë. Dejsa i kom bo 10 vjetë, nuk e kom ditë që nuk e kom gjyshe. Dhe thonë, do me thonë, njëm rritë me një familje ku dashnia u kone vërtet mes vllaznive, motrave, do me thonë, në veçanti do me thonë, tezët janë shumë të organizume, janë shumë të lidhta në mi vete. Përsa ta u konë shumë emocionale për mu kër e kom kënu atë kongë, u konë hera parë. Edhe e kënë djerë, I get it. I know, fuck of thonë, like, I know. I loved that I did that, te kisha ditë, te kisha bo shumë ma shumë. Në gjdo kongë e kisha bo, sepse i ka bo shumë reklam koncertit tonë edhe albumit tonë, të cilin fatkeqësisht e kanë bojkotu, fatkeqësisht, e kanë bojkotu shumë media edhe Nina, s'me du me thonë, like, kind of like i braktisën, so. I braktisur? Yeah, s'po thomë, unë e për vetëm, po folin në emën të hip-hopit, s'm të folin për kreshin, festimin, pintin, we don't care about it. Po folin për muzikën, you know, se kur nalesh e këqyr për një prizmi artistik, na kena bo konga Ojhan nga Muharrem Qena, sepse konga Ojhan në albumin tonë është e 14, edhe Dehme Ndjenja është e 15 që për mbyll albumin. So, kanë kuptim edhe rënditja kongëve të në. Kur them që është detajist, që ta kuptoni do me thënë. Of course. So, atë kongë për me marrë drejten me përpunu atë kongë, ajo kongë është me shpat dedën, që shpat është kongëtar fantastik, që fatkeqësisht nuk merr kredibilitet sa e meriton. Nuk merr, do me thonë, hype-in për krahjen që e meriton, se është shumë një zohë fantastik, një gitarist cool, I like his style. Edhe familja Qena, do me thonë, fëmijët e Muharrem Qenës, kanë ardhur në studio edhe e kanë dëgju për herë të parë. Po më thoshe për këtë. Ajo konë testi më i madh një temë që e kom kalu, do me thonë, s'kom kalu kur në moment ma në siklet që më konë si që ato. Për shkak se për mu Muharrem Qena është nëse jo artisti më i madh shqiptar, ndër artistat më mëdhenj shqiptar që dha kona 100%. Dhe si ishte përmbledhja, si shkoja i takim? Shqyqër që ma ka dhonë një smirky smile, një buzëqeshje pak si buza në gaz, Beni, djalli Muharrem Qenës, se kur këthesha këshosha Rebekën, njënën prej vajzave, se Muharrem i ka Rebekën, duste habiti emnin, se ta në vjen i nati, Kozetën, se habiti emnin Kozet më rëzaf, se zdo isha me shku bo qëtë gabëm. So, do me thonë është Rebeka Kozeta edhe Beni, ishin edhe me fëmijët e tyre. Këtu kanë ardhur? Ja, së të ditë të në. Edhe për neve u konë...
Kanë qenë mbledhur aty të studio. Yeah. Okej. Ata din me të thonë jo shumë shpesh. Okej. Edhe kështu din ja bën njerëz like vjen keq, s'na pëlqen. Po, normal. Ti në plas fare. S'kam pse. No, unë para mendoj tash, unë në mënyrën se qyshe dëgjoj ke Rebeka Kongën, edhe isha ajo shikimi kështu, më thonë eftaft akull. Po. Edhe fillova më ndjerësi durve. Kër e përfundum, edhe në sesionin e dëgjimit, tha, ti shkon Muharrem i gjallë, nuk ka babi, se ata kanë një qasin ndaj Muharrem qenës, babës ty në formë artistike, shumë e vlerësoj. Ti shkon tha Muharrem i gjallë, tha qështu kish pas qef me tinglu një verzion tjetër i Kongës të vetë. E për mu u konë, qaj kompliment u konë si me mi dhonë 1 milion euro. Okej. Like, me të thonë dikur se unë sarë shkruj diçka për dashni, diçka që e shoh, jo lojna fjallësh, po tematik që ka të bëjë ose me dashnin ose me najtim sociale, unë jam në buf me një farë mënyre me atë shkelqimin aurën e Muharrem qenës, e kom si kritik. Prandaj unë jam shumë self-critical. Sepse unë kur bëj për shembull një këngë, merr parasysh disa individë që unë mendoj që është Muharrem qena që aty ulun në karrik të më shikun studio të thonë kresh. S'bo, rregulloje. Besam, sepse për mua është diçka shumë i veçantë si artist. Edhe kur të fëmijët, familja ati, like, that's good. Për mua është komplimenti më i madh. Edhe tani, ata veç mas këti komplimenti, na kanë leju edhe me marrë verzionin e pa publikum të Kongës Ojhan, për të cilin Muharrem qena është dashuri. Kur do dali kënga? Në kënga është. Ka dalë kënga? Ja, është në album, që ata po thëmë. Imagjinoje çfarë, ishti? Në diçka kaq fine, apo kupton, kaq artistike. Muharrem qena është themeluesi i teatrit kombëtar të Kosovës, themeluesi i teatrit Prishtinës, i cili më vonë u shndrua në teatrin kombëtar. Themeluesi i shumë teatrave në qytetet e Kosovës. Domethënë është e ka pas mbaruar me pantomimen në Francë. Edhe ka bo muzikë veç 5 vjet, nga viti 60 dhe një vitin 65. Ka qenë hafuz që nga mosha 10 vjeçare, ka qenë këndus kuranor. Para artistja, edhe, do thonë, atë ditë kom marrë shumë informacione rreth Muharrem qenës prej familjes ti, edhe ju ka thonë, është një verzion i këngës Ojhan që nuk e kum gjetë, po është në arkivat e Radio Televizionit Prishtinës. Edhe kërë digitalizu materialin në Radio Televizionin e Prishtinës, e kanë gjetë atë material. Sepse mendova nga që më ke treguar, mendova se kishim dëgjuar demo, deri tani ato që po dëgjonim të... Jo, ajo kënga Ojhan është, you have to listen, në mbase jo se ke dëgju, se s'kena pas shumë kohë me dëgju atë sen, se ku mbo qatë shumë këngë të reja, që se ke dëgju atë. Jam për lënë që t'jeshti dashuroj të gjitha, dhe kemi dhe... Edhe ato të dashurojnë ty, besam. Edhe ato e dashurojnë dëgjusin e rëndësishëm. A mendon ti që ke... Mua më duket sikur absolutisht me njerëz saktuar, njerëzit kanë një lloj connection edhe me disa kanë dhe me disa s'kanë. Mendon ti që je i aftë connect me çdo person që takon apo i ke të zgjedhur njerëzit që you connect with? Unë mendoj që e kom pak në spektrum të autizmit një aftësi intuitive shumë të zhvillume, cilën kanë herë se pëlqej ishte vetja. Sepse të shtin me konë pak dhe që shkore pret një salë me ndodhë, edhe prandaj gjithmonë jam me çdo njeri jam i njëjtë në qasjen e parë, në bisedën e parë jam me krejt njerëz të njëjtë. Pastaj është ajo kimia e duhur me dikon të shkon muhabeti me dikon. Isha i rrethuar me ca femra në klub,
Kjo është konga që e kënojna zakonisht shu, like a joke, në makinë kër jena të shku në tur. Kitë me shku në makinë, të klu këtë kongë, isha i rëtuar me ca femra në klab. Me ca femra në klab. Neve la pëlqen shumë me eksperimentu. Që të flisni për femrat. No, me eksperimentu të skresht. E kuptoj. Të glon cool, isha i rëtuar me ca femra në klab. Si është marrëdhënia jote me femrat kresh? Unë jam straight. Je straight? Okej. S'ke pas luhatje fare? No. Okej. No. Atë vinë të afrojnë shumë, da janë shumë easy? Ato, duke marrë parasysh statusin që ti ke, ose në kohën më përpara, se ti edhe i martuar tani, po ndoshta më përpara, or whatever. Se di men, unë kështu edhe si njerë jam i sjellë shumë kështu, në komunikasje me respekt edhe është edhe pak shy guy kështu. You know, për shembull klub është shumë problem me folur në. Gjithu e kam pas problem me folur në femrën më afro. A të vinë vetë? Të vinë vetë? Pa, vinë me bo foto kështu, po tash nuk e di qëllimet e me të tjeshme, po zakonisht jam shumë i hapur kështu, me krejt flas, foto e why not, no problem. A shumë menojnë që jam me në madhë, për shkak se nuk zbëj muhabet. Edhe më duket që është palidhe me bo muhabet në diskotekë. 2000 watt muzika në kryrë të bo muhabet. Po, e vërtet. Come on. Vesh. Qa lloj connectioni do bëjmë aty, shumë e vërtet. Yeah, exactly. So, për mu, nëse ke dalë në klub, ke dalë me valzu, valzu. Unë si tip jam kam qef kur jam shumë në herë në klub, edhe zakonisht shkoj në për qoshe. Edhe gjej muzikë, nëse për shembull DJ, shumë DJ-ve janë shokët mi edhe if they know that I'm in the house, they would play some songs that I like. Po tash, ata i shojnë, kur jam në klub, i shojnë kongë teme. Like, bro, mësë malë shojnë kongën teme në klub, kur jam on. Se gjojnë do duat knaqe. Yeah, shojnë kongën teme në klub, kur si jam on. A del këtu në Prishtinë në klubë? Dal ka njëherë, ja. Po nuk është që, realisht s'kom dal shumë shpesh, po kur dal, për shembull, dal me ngu muzikën, nuk më intereson është elektro, është rap, është hip-hop, ose latino, ose whatever. I love music, muzika për mu nuk e ndoj në, që me thonë, nuk e selekcionoj në përgjandre, po e selekcionoj në muzikë të mirë, muzikë jo të mirë, ose të keqe. Vjesh në njërë në siklet për shumë që shojnë njerëzit janë tërkohë, dhe me thënë se normalisht që tërheq vëmendja. So people know you? Not really. No? Nuk as i fshin fare, e thjesht në vibe-in tënd, apo si e përballon? Ashtu kështu është vështirë mi dëgju se ka shumë muzika, ka shumë volum dhe... Zonë për shumë, kam shumë shoqe, më falë se më ndërpredhëm, vetëm që të lidh. Unë po ndërpredhëm ma shumë. Kam shumë shoqe ose edhe shok që thonë, sidomos në Tiranë, se e vë shumë re diferencën kur kam ardhur këtu që kam dalë në Prishtinë, kam parë shumë njerëz, ose kam takuar gjithashtu njerëz që janë famshëm dhe dalin shumë normalisht në Prishtinë. Kurse në Tiranë ndodh kjo gjëja që ua do më bëjnë foto, ua nuk jam rahat se po më shohin gjithë, dhe ka shumë njerëz që e përjetojnë në këtë lloj mënyre, prandaj po të pyes që si është për ty kjo pjesë. Men, unë harroj që jam i famshëm. Dhe nëse, unë mendoj që nuk kam pse me një vetën të veçantë nëse kam një aftësi të dallueshme ose më të veçuar prej të tjerëve. Për nëse di me bë rap, çka ka lidhje. Ai dikush është pilot. Po, absolutisht. Me ardhaj me najt najrë. Doesn't make sense. Për mu, unë jam shumë në pace me vetën kush jam. Realisht kjo në psikologji spjegohet si vetëdijsimi absolut. Vetëbesim absolut? Vetëdijsim absolut. Like the absolute self-conscious. Self-awareness. Kur ti e din kush je, por nuk je impresionum me të qenurit dikush ose ai personi që je. Se të ke funit, Wayne thought, talent is God-given, be humble. Real. You know, be thankful. Fame is not a given, be humble.
Okej. Unë kam qef të humble myself me këto. Referencat e mia artistike janë njerëz shumë të veçantë dhe janë njerëz shumë down to earth në qasjen e tyre me njerëz të tjerë. Po, për shembull, unë mendoj që në varet edhe shumë prej mënyrës se qysh janë rrit ata artista. Okej. Për shembull, bezom në por mendimi jam nuk më me thonë që e kam saktë 100%, po. Për shembull, na në Kosovë më shumë jena rrit si artista të dalë nëpër klub, të konë afër me njerëz. Okej. Nërsa në Tiranë mendoj që skena e klubit është Më izoluar. ka fillu më vonë, një qik më vonë. Për shembull, dikon mas vitit 2005-2006 ka fillu Po. në Tiranë klabingu më bo interesant e cool e kjo. Për shkak se mos të harrojmë në Shqipëri klubet janë konë një temë tabu për shkak të sigurisë. Edhe mentaliteti, do me thëmë po dhe siguria. Mentaliteti ofron ose nuk ofron siguri. Po, okej. Edhe, do me thonë, por Shqipëria ka bo një hap të jashtëzakonshëm në avancimin e jetës natës. Ajde, ne ku këto syzat. I ku mbona se nështë të baride. Okej. Faleminderit. Hiç s'ka këtë detajiste ti. Jo, nëse s'ma bëj ke veshin kështu si leprikon, prandaj i këmë lo pak pa qështu. Dëshë veti lija shumë okej, në rregull. Më nalti. A fali, i nëzorëm se No, veç qatë shumë se kësha lo më shumë. I kishe lënë një qik lartë, po. Jo, 2 qika. 2-3. Në gjenet. Rasti. So, Shqipëria made a huge step për para, po mendoj që kjo tradita e këngëtarëve mos me dalë për jetën e natës still stands in a way. Do mi thuash pes dark parts të të qenit një artist. Dark hearts. Dark parts. 5 pjesë të errta të qenit artist. Unë me kështë nuk e di pse flasim anglisht edhe që ta kuptoni dhe ju. Pjesë të errta. Si quhet podcasti jetë? Zero fucks given. Po, nuk gjeja do të emër shqip, nuk më vinte. Kupton, duhet më vite nga brenda dhe vetëm kjo më vinte. Po prandaj unë e vlerësoj ato. Tek e funit terminologjia që përdoret kalon për çdo gjeneratë dhe gjithë merr diçka, lën diçka, Po. So it's like business, alles vërësh, turqisht alles vërësh. Kosovë përdoret kur dikush do të thonë marrje dhe jepje ose si thonë pazar, mesin ka herë të fjalë. Tash më ke ngushtu se s'po di. Mund të më thush edhe kështu për shembull me fjalë, 5 fjalë ndoshta. No. Okej. Në ke lyp, I'm gonna give them. Silva. Do përgjigjem për hir të pyetjes. Dhe të qenurit të sinqert në një podcast me të këtij formati. Numër 1, dorëzimi i privatësisë. Okej. Do të thonë je në spotlight, je në dritën e je në fenerin e syve të tjerëve. Okej. Edhe gjithmonë je në gjykim ose në paragjykim. Edhe do të thonë gjithmonë ki pritshmëri shumë të larta dhe ki kritika më të mëdha, qofshin pozitive, qofshin negative. Pastaj cenimi i qenurit më i hapun ose më pranë familjes për shkak se do të thonë kjo lloj jete ta jap një hapësirë që nuk përshtatet me jetën familjare për shkak se kur performosh nëpër klube, koncerte gjithmonë je ke një tjetër lifestyle. Eksakt, është një lifestyle që është pak më i vështirë për me pavarësisht. Me majtë balansin në të dyat.
si në jetën private, si në jetën publike. Mendon që po i kap, po i cek tani ndërkohë që i thua që ti shkojmë overit, a mendon që të ndalon pak të avancosh ky lloj lifestyle-i? Në çfarë aspekti të avancosh, nuk e di. Në lifestyle, se mendoj që njeriu ka nevojë ta ndryshojë edhe atë. Prandaj kur e filluam emisionin tash që unë kur jam të bëj album kam një tjetër lifestyle, kur jam të marr koncerte kam një tjetër lifestyle. Okej. Masë që kam kryer. Kështu që e gjen atë balancën. Ja, unë kaloj, unë jam sezonal. So, prandaj tjetra që e zis pasta, që të thash. Tjetra është që nuk e ki gjithmonë një farë shqetësimi mas parit të bashkëshortja ose të shembull, gjithashtu një farë dyshimi për shkak se je shumë i ekspozum në jetën e natës. Po ashtu të prind për shkak se je i ekspozum në jetën e natës, ki bën rrugë natën, një gabim i vogël. Po. Një mbyllje syve për 5 sekonda të qetë për i rrugës, papa. Pastaj, qëllëm sytë për të rritën fëmijët. Edhe ajo është pak, që me thonë, që të cungon një farë mënyre me qenë ofër me pasat, që të rritën e fëmijët tanë. Edhe se fundmi, last but not least, You gotta thank me. Nuk dyqysh gjithmonë e ki dikon që është i paknaqur. Prandaj kisha pas qef kur të kishu mbyll emisionin me shku me një kong të T.I. edhe Andre 3000. E ku am një konga Sorry. The fact is you can't please everybody. You can't please everybody. Who should I be sorry for? Who should I be sorry to? I thought, I love that song, man. A e bëndot një... Of course you can, po. A do e bësh një freestyle për gjendjen aktuale? Besom që nuk po i majnë men, like tekstet. Se do me thonë, po me bo freestyle, nuk e di... So... Pako bananas, po nuk ka bananas, ka bananas. Po më vjen era parfum, po nuk është Paco Rabanne. Faleminderit që keni bërë një rrugë se nuk është pak me onë nga Tirana. E luj repin si sha dhe s'po foli për Teherana. Qëto kënë qëto për qëto, you know. Love it. Mëndaj që 4 bars enough. I mean, I can go, po nuk të du... Jo, nuk kemi nevoj që të vërtetosh Vlena, po jo e dim, thjesht ishte kot për qef. Edhe këtë bukura ke që edhe vetën, që ata unala u që dita me vetën, edhe në pa e shkru është kind of like weird. Me nëzon double rhyme edhe s'unë i përdori zanoret si nota. So, prandaj e kam flowin gjithmonë në val, edhe kur du për shembull me ndryshu, veç e vënoj një gjysmë takti, edhe kam një trip shumë njerëzi nuk e kështu kur e vrejnë, thonë like, oh, wow. Unë hin gjithmonë gjysmë takt. Do me thonë, I go always in a half a bar. Nuk futem me kick, kur nuk futem, por shumicën e kohës, 95% nuk futem me E ke taktika po ashtu të vjen? That's me. That's how I grew up. Jo, kom ngu shumë, like, kom shumë influencë prej South. So, like, kom ngu trap kur shumë njerëz se kanë ditë as termin, edhe kom bo trap në 2006 në kom kong trap, në 2005 në kom kong trap. Po një nga gjërat që gjithashtu më tha Kresha kur takova për të parë ishte që
do me thënë përpishen të bëjnë trap sot, po nuk e kanë iden fare se like what's like the OG trap of... No, like that. Yeah, po do me thonë që trap ka evolu tash, për shkakun se sot ku më thonë dikur like bile dha njëri trap tha me knu tha në kongë, like that's not trap, bro. Trap është stili i kënimit, është Po. Stil që vjen prej një sistemi që muzike bome me një shtëpi ku janë të nejtë këtë shokë cilët që aty bojnë gjithë shka për me mbjetu në kushtet të rona prej një environmenti, një rrethi ku janë rritë për me mbjetu. Që ajo është like the trap. Dhe me thonë që takon është muzike rrugës, muzike e një muhabeti që e din veç një shoqënie në gusht. Që ka të bëj me shumë gjonas, po du me go deep to it. Po e përfshin kryesisht krimin. Sot, it's crime pays. Normalisht, trap e... Yeah, that's why muzika sot ka shumë, like, është e zhyt. Ka shumë krim në të, po. Po dhe kur nalesh me këqyr fjallën entertainment, it means enter the tainted. Okej. Dhe tani vjen hyrja në të ndytën. You know, so, in that manner, na duhet edhe krimi. Ja, nuk që na duhet, po, like, që me thonë, jepet një shtytje, do me thonë, e favorizohet në farë mënyrë. Absolutisht. Për shkak se... Po ka një lloj adrenaline brenda, një lloj ndjesie të fortë që na pëlqen, se ndryshe... we wouldn't feel it. Edhe, unë mendoj që, unë ngoj muzikën, like, shumë trap music e ngoj sikur qyshe e pëlqej filmat të Tarantinos ose të Scorsese ose të Guy Ritchie, më pëlqen që e lloj adrenalini. Normal. Se s'do me thonë që nëse je ka e bën një histori që është pak ka shumë e kriminalizume, s'do me thonë që ti po e promovon krimin, ti po e ose po e glorifikon. Ti po i merr atë artin brenda. Po e portretizon, nëse po e portretizojmë, është sepse ekziston. Atë kështon, jo reperat dhe seksista ose po kërnoni për krem, për drogë, për asë, I'm like, nice, po ju po kështon një filma me krem, me drogë, me këse, me... Po, edhe ju pëlqen. Kitë familja të folë... Edhe e bëni, po leqë... Po vaj që sheputhi ato, të folë për një reality show, kitë ma holla, good. You know, prandaj nuk është fort çmanin edhe nuk është që më janë shumë atë zonin kritik prej njerëzve që nuk e praktikojnë ato që e predikojnë. Çfarë do thoshe ti për njerëzit që nuk e praktikojnë atë që e predikojnë? Nëse do t'u jepje një këshill? Pasha zotin s'di që më thonë. Dhe s'po moj me gjithë një fjallë adekuatën, është që më thonë, po... So, they need help. No, I mean, everybody needs help. Of course, po mendoj që këta që janë në këtë lloj kategorie kanë pak najsi shumë të thellë. Yeah, if you live in a misery, prandaj po them që... if you have a lot of nëse ki mizori, nëse... Jo, më falë mua. No. Ti është po përpisha të thosha që, se për shumë shpesh thuhet që jepi një këshill të rinjve ose jepi një këshill këtyre, po ti japi një këshill mirë inaçive, kupton se ndoshta ata e kanë nevojën më të madhe. Yeah, I mean, sa dush të kesh i nati, nuk mundesh mja kalu gjirafës për i nati, se gjirafa ka i nati më të madhe. Okej. Do me thonë, specia më shumë të i nati është gjirafa. Okej. Zakonisht gjirafën e kap infarkti prej natit. është kështu djetë që si kafshë është kafshë më shumë të i natit. Yeah, a dikush është cili është peshku që natën mas shpejtin në botë? Jo, më thuaj. Merlini, prandaj quhet Merlin si magjistari. Okej. Peshku Merlin. Ka shumë sanet që janë cool kështu në botë. E mu më pëlqenj çdo kuriozitet. E di që e din, po du me thonë për që ata më pëlqenj këtë sanet se ushqej veten me këse informacioni. Për shembull, këto e kumë, peshku Merlin realisht tash është e plaku dhe deti. Libri, filmi. Ajo është peshku Merlin. So është the cool thing.
edhe kur e ushqejmë trunin me këso informacionesh, e tani përdorim këto në për zbërthim të rimave dhe në jetën tonë për me mujtë. Pa më parasysh ai është shkrimtare, po, mund t'i aplikosh, kudo çdo informacion është i aplikueshëm kudo që ti e vë trurin në punë, if you know how to, absolutisht. E për inatçort të mëron men, se më thonë. Edhe për ça? Për ato inatçort, që për ata që na kanë inati, na jena për inati njëri tjetrit, po nuk jena për me opos inati, jena për me vëdisu që largon e inatin. Edhe sa lexoni komente, lexoni në libra, në gazetë, you good. Se qenë të jetuarit në mizori për të shëruar kërkon kompani, kërkon shoqëri. It even rhymed. It did. I don't doubt it. Kresha, unë mendoj që në një ditë të bëjmë një kështu vlog ditor, se unë mendoj që me ty ka kaq shumë gjëra që është realisht mua më vjen gjunat i kap vetëm në sipërfaqe, e kupton? Po t'i futem thellë, realisht na duhet një ditë që unë të filloj kështu me listë në çdo gjë që ti thua, ta zbërthej siç duhet, se mendoj që atë meriton. Thank you, me qenë se the, so I promise you që do kemi trovic. Kena me bon vlogun, se kena me bon like a type of tour. Edhe kena me bon vlog për çdo këngë të këtij albumi që po nxjerr. It's okay. Me qëllim që aktë prova. Po nxjerrin, I love it. So, kena me bo vlog edhe kena me zbërthy çdo, like, për secilin këngë kena me zbërthy çka ka thonë autori. Like, so ja mundu me qujtë qatë pjesë të vlogut, autori në rend bikok. You know, like, ajo raja që del mendimi që ka... So we can do it like that. We can do that. That would be cool. Yeah, that would be cool. Edhe mundu me editu, like, në editim me qitë, like, me kartunizu, do me thonë. Me ngri fotën, dhe me dole ajo raja, edhe që ka thonë autori, type of, me ngri. Quna keni punë, quna. Quna keni punë. Like. Thank you very much. Thank you. Do mbaroj të punë dhe do shihemi sërish, edhe të vazhdojmë bashkëbisedimet tona. I'm sorry që ju nuk mund të rrini këtu dhe na dëgjoni përgjithmonë, se ne kemi pafund gjëra për të, sidomos Kresha dhe unë dëgjoj me dashurinë më të madhe. Dhe kjo, diçka flet çat den, po veç po mundohet më bëj kështu përgjithsisht jam duke të dëgjuar ty, sepse se unë flas shumë. Ka shumë, po mirë edhe kjo hyn pak. Se jam çakalli mullinit. Hajde të kucni. Thank you so much. You are amazing. Faleminderit shumë për durimin mas pari. Tani për mundimin që një orë. Of course, me gjithë qef për zotin. Thank you very much. Thank you, Puki.